Rezultati i dobët i lidhjes demokratike të Kosovës në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 20 dhjetorit ka hapur debat të gjerë brenda dhe jashtë partisë për përgjegjësinë politike dhe të ardhmen e lidershipit. Një nga kritikat më të drejtpërdrejta dhe më të ashpra ka ardhur nga publicisti dhe analisti politik Berat Buzhala, i cili ka kërkuar hapur dorëheqjen e kryetarit të LDK-s Lumir Abdixhiku. Në zgjedhjet e 20 dhjetorit, LDK-ja doli forcë e tretë politike, duke shënuar rënje të konsiderueshme të votave dhe duke mos arritur të rikthehet si alternativë serioze për qeverisjen e vendit. Ky rezultat u pa nga shumë analistë si vazhdimsi e krizës së brendshme që po e përcjell partinë ndër vite, pavarësisht ndryshimeve në udhëheqjen e saj. Duke folur në maratonën zgjedhore të Klan Kosovës, Buzhala nuk kurseu kritika ndaj Abdixhikut, duke theksuar se humbja kërkon përgjegjësi politike. Pranone o vlla, mani përgjegjësi, tjetra nuk ka çka me marrë keq, se shqyr tragjedi familjare nuk është humbje politike, kështu që nuk kam asnjë pardon ndaj kërkuina, deklaroi ai. Sipas Buzhalës, rezultati zgjedhor tregon qartë se Abdixhiku nuk ka arritur ta ringjallë LDK-n dhe se largimi i tij është i domosdoshëm në këto kushte. I ke humb zgjedhjet, duhesh me shku se ma poshtë se që kaq s'umbjen, tha ai, duke shtuar se arsyetimet dhe debatet e brendshme nuk e ndryshojnë realitetin politik, që kaq i ka pas Dulla kur o dal Vjosa, kur u kan Albinin kulmin e vet, lej këto pallavra, a e shqyrton kuvendi, u shpreh Buzhala duke bërë krahasime me rezultate të mëhershme të partisë. Përveç kritikës, Buzhala ka hapur edhe diskutimin për pasardhësin e mundshëm të Abdixhikut në krye të LDK-s. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai pyeti publikisht kush mendoni që duhet me u bë kryetar i LDK-s nëse jep dorëheqjen Abdixhiku, duke renditur si alternativa Besnik Berishën, Hykmet Bajramin, përparim Ramën dhe Abdullah Otin. Ai gjithashtu përmend Ukë Rugovën, djalin e ish-presidentit Ibrahim Rugova, i cili rezultoi ndër kandidatët më të votuar të LDK-s në këto zgjedhje deri në numërimin që është bërë deri tani. Buzhala e cilësoi emrin e Ukë Rugovës si një mundësi potenciale për udhëheqjen e partisë, duke rikthyer në vëmendje trashëgiminë politike të Rugovës brenda LDK-s. Humbja e 28 dhjetorit ka thelluar edhe më tej dilemat për drejtimin politik të LDK-s, ndërsa presioni për dorëheqje dhe reformim të brendshëm po rritet. Deri tani Lumir Abdixhiku nuk ka dhënë sinjale të qarta për largimin e tij si kryetar, por zërat kritik si ai i Berat Buzhalës po e bëjnë gjithnjë më të vështirë shmangjen e mbajtjes së përgjegjësisë politike.